bërthamore, pra përpunimin e këtyre, pra përpunimin e materialit bërthamor, po mund të cënoj centrale bërthamore, ka disa centrale që punojnë me energji bërthamore, që bëjnë pastrimin e desalinizimin e ujtit, prodhojnë energji elektrike, pra këto mund t'i sulmoj Izrael, pra mund të toj t'i sulmoj, sepse këto janë në sipërfaqe, dhe në rastin që sulmon këto, do të kemi të njëjtën kundërpërgjigje ndaj Izraelit, por edhe në këto, Irani ka disa të shpërndara në disa vende, kurse Izraeli ka vetëm një. Dhe Izraeli është i gjithë një shkretir hapësirë, kurse Irani është i ndarë mes për mes premar, pra çfarë do dëmi që t'i bëj. Nuk e shkatëron dot. Izraeli është ai që do psoj dëmin më të madh. Vetëm një fjalë rrete. Po. Është interesant. Po them përpara në Irani. Që ka kaluar koncepti nga defanziv në ofenziv. Dhe kjo është e rëndësishme për sigurinë kombëtare të Iranit. Pse ky gest, apo le të themi ky akt, zbulimi i këtyre bërja publike, le të themi, e këtij informacioni, zoti Bilali, ku i çon bisedimet për një marrëveshje midis Iranit edhe Shtetet Bashkuara, ndërkohë duhet kujtuar faktin që në këto bisedime do angazhohet edhe Putini sipas telefonatës fundit. Por dhe një informacion tjetër që e pash tek, le të themi, agjencia e lajmeve iraniane, që Rusia do ndërtoj 8 centrale bërthamore ka plan të ndërtoj 8 centrale të reja bërthamore në Iran. Thash nisur nga fakti që edhe Putini tashmë do angazhohet për të arritur një marrëveshje. Po këto ka qenë tek edhe Trumpi. Por unë mendoj që janë disa parakushte shumë të disfavorshme të projektit amerikan për Iranin. Qoftë nga financat, sistemi bankar, sfiti, mund të them një mori elementesh që mund të them Iranin e shkelin rand si një shtet serioz, i cili pretendon që edhe mbas traditës persiane nuk është për të hedhur poshtë. E tëra kjo ndihmë që kërkohet nga Putini tregon që amerikanët kanë pasur dhe kanë vështirësi. Por problemi qëndron që ekipa e udhëhequr nga ministri i jashtëm i Iranit në bisedime direkt edhe indirekt me palën amerikane, vizën e fundit do ta merr nga Ayatollah Khamenei. Dhe thot, këtu është problemi që vija e klerikëve dhe atë që udhëheqin, mund të thonë dhe dhonë fjalën e fundit, ata kanë kundërshtuar, sepse ky do thishte cenimi identitet të Iranit. Dhe mendoj që si alternativë dhe si kusht për paqëtimin e lidhjes së mesme pa unë bërthamorë, do t'jetë problematike që të pajtohen amerikanët. Izraeli i hiqi. Mirë po, a do kemi tash situatën kur kanë tabloid forcat iraniane, që e tha drejtori ato jashtëzakonisht bukur, jo vetëm për programin e përgjithshëm bërthamor dhe shkencor të kësaj qendre në Sorek, por edhe të gjithë IDF-it, kapaciteteve tjera. Prandaj goditja do të jetë mund të thënë paralele. Dhe këtë kanë thënë haftat. Por mendoj që po që se futen amerikanët në bombardime të Iranit, fatkeqësisht mund të livrohet keq toka e Iranit. Po ndërkohë aty ka hyrë edhe Putin. Dritan, si e lexon këtë? Shiko, bërja e centraleve bërthamore, atyre 8 centrale bërthamore është pjesë e marrëveshjes strategjike që Irani dhe Rusia nënshkruan në janar të këtij viti. Pra nëse marrim me datë 7 janar, po dy nga pikat e kësaj marrëveshje është që Rosatom, pra kompania e cila merret me çështjet e energjisë bërthamore dhe prodhimin e energjisë bërthamore në Rusi, merr përsipër mbikëqyrjen, mbarvajtjen dhe ngritjen e kapaciteteve bërthamore të Iranit për nevoja civile. Dhe për nevoja civile aty përcaktohet, pra janë disa nënpika, thot për çështjet e energjisë elektrike, sepse duhet kemi një parasysh, ndërtimi këtyre centraleve bërthamore kushton shumë shtrenjtë.
ndërsa prodhimi i energjisë elektrike pastaj është shumë i lirë. E qartë. Dhe për çështje mjekësore, pra në rast se Rusia i merr këto nën kontroll, nuk ka çështje të bërjes së bombës bërthamore. Pavarësisht se Irani e ka arritur kapacitetin e uraniumit për bërjen e bombës bërthamore. E ka arritur para 20 viteve. Pra sot ka kapacitet të tilla të karburantit bërthamor dhe të uraniumit të pasuruara deri në nivelin e një bombe bërthamore. Pra mund ta përdori, mund ta ndërtoj, por duke qenë se Shteti Islamik, kjo nuk e ndryshon, por ka një fatva nga Khamenei, edhe nga ai që ka qenë përpara Khameneit, që Irani të mos ndërtoj bomba atomike, sepse aktualisht në lindjen e mesme dhe në gjitha vendet muslimane vetëm një vend ka bombë bërthamore. Vetëm Pakistani është Republikë Islamike me bombë bërthamore. Qartë. Dhe Pakistani hyn te pjesa asaj që kemi thënë, e kemi përmendur te Khorasani. Dhe tashmë në rast se 3 vendet Khorasanit, pra Pakistani, Afganistani dhe Irani, edhe Irani bëhet me bombë bërthamore, kjo është vdekje për Izraelin. Rrezik për Dritan. Zoti Bilali, edhe një çështje të fundit që është e fundit, por në fakt është nga më të rëndësishmet. Çfarë po ndodh në Gaza, ndërkohë që kemi një lajm që një milici e re që po merr armë nga Izraeli dhe po sfidon sundimin e Hamasit ka dalë në skenë. Lideri i saj quhet Yasir Shabab dhe ka dhënë deklaratën e tij parë publike. Si e vlerëson këtë zhvillim në Gaza? I takon komplet asoj taktike dhe strategjisë së intifatës së parë dhe formimit të Hamasit. Nuk po them këtë që ka argumente fuqiplote, mirë po ka indikacione të shumta që vërtetojnë edhe nga goja vetë izraelitëve që Hamasi ka qenë i dëshiruar taktikisht për ta përqarë kampin palestinez, sidomos me QP në vitin 1987. Sot me qenë se Hamasi u kthy diçka tjetër. Hamasi u kthy, mund të them, kundër përgjigje e dhimbshme për Izraelin. Dhe ky grup që ka një kalure kriminale, ka bajt burg në Gaza për aktivitete të vjedhja dhe çështje që ti në vepra të ulta. Dhe tash shërbimi izraelit ka arritur që këtë grup 200 deri 300 konsiderohet militant ta aktivizoj në pjesën e Rafës. Dhe është jashtëzakonisht problematike që ky sabotazh i tillë që ka elemente, mund të them, të lidhura edhe me grupet në Siri, mos them që ideologjia e salafizmit dhe vehabizmit mund të jetë i përgatitur për të bërë çrregullime në këtë kohë shumë të dhimbshme për Gazën, por shërbimi izraelit ka koketuar dhe ka, mund të them, shënjestruar që këtë grup ta fut brenda popullsisë dhe ta fut një luftë të vllavrasa mes vete. Kjo histori është bukur e gjatë, sepse kemi deklarata edhe vetë të guvernerit të ish Gazës ushtarak, i cili thotë që kem toleruar aktivitetet e vëllezërisë muslimane në aspektin e rrjetit social dhe ngritjes të asaj që deri atu që Hamasi ka arritur kulminacionin me gjithë krahët e saj. Dhe mendoj që koketimi i tillë dhe ai fondacioni për ndihmë humanitare në Gazë i krijuar në Zvicër në fillim të këtij viti me kompaninë amerikane koketon me këtë grup të Shababit. Dhe në këtë drejtim mendoj që është e dhimbshme për Palestinën. Por nuk unë dyshoj që pak hile ka edhe shërbimi i Egjiptit, Arabi Saudite,
por edhe i Abu Mazit, presidentit Palestinës në Ramallah, sepse dëshiron që politikisht Hamasin ta shpor nga skena politike. Dhe kjo do t'jetë, më thëmë një lloj formule që është e pajtueshme edhe për kampin arab. Por mendoj që e rëndësishme është për Gazën të ndalet ajo që apo ndodh, që është një shfarosje total. Dritan, si e komenton këtë zhvillim në Gaza midis, le të themi, luftëtarëve palestinez? Atëherë duhet të ndajmë gjërat. Këta, juve i quajt luftëtar palestinez, unë po them që keni gabim sepse këta nuk janë luftëtar palestinez. Pra të kemi gjë të qartë. Jo, nuk thash grupe. Jo, po thotë Redi. Jo, e thash unë, sepse ky është perceptimi. Kundërshtoj Redin se. Jo, ne. Këta që kanë dalë, Netanyahu dikur thoshte në fillimet e kësaj dhe ka dalë shpesh thotë që Hamasi është ISIS. Këto janë deklarat Hamas. Dhe ndërkohë ka tashti po financon dhe po armatos ISISin. Pse ISISin? Këta njerëz që janë armatosur bashkë me atë personin që përmendet emrin. Kush po i financon dhe armatos? Izraeli. Izraeli, dakor. Po nga që me vendim qeveritar. E qartë. Pra me vendim qeverie, jo me vendim qeverie, po me vendim të vetin, për arsye se ky vendim nuk ka kaluar në qeveria, për arsye se financimi i gjitha grupeve jashtë Izraelit duhet kalojë me vendim qeverie. Dhe Netanyahu nuk e ka kaluar këtë me vendim qeverie, po ka marrë vendim të vetin direkt. Okej. Dhe financimin dhe krijimin e këtyre grupeve. Ky grup, i cili juve përmendët, me personin që përmendëm, ky person ka qenë ndaluar nga Hamasi për lidhje me ISISin 2004, 2006, pra ka qenë në burg. Si person i ISISit në Gaza. Yasir Shabab, në burg, ku ka qenë? Në burg në Gaza. Në Gaza? Në Gaza, në burgun e Hamasit, sepse Hamasi ka pasur në kontroll Gazën. Prej 2005 mbrapa. E qartë. Zotëria është arrestuar nga Hamasi si eksponent i ISISit dhe ka qenë në burg disa vite si eksponent i ISISit, derisa arriti të ikte nga burgu, iku nga gjyra dhe më pas ka vajtur në shkoi në Ramallah dhe tashmë e sollën prej Ramallah e sollën sërish këtu. Pra ky ka qenë person. Pra nuk ka qenë pjesë, le të themi. Jo, ka qenë pjesë e Hamasit, ky ka qenë pjesë e ISISit. Jo, thjesht unë dua të kuptoj. Ka qenë pjesë e ISISit. Po. Ka qenë pjesë e ISISit. Ka qenë arrestuar nga Hamasi. Nga Hamasi pjesë e ISISit, ka vajtur në Siri disa vite, ka qenë pjesë e ISISit në Siri. Ka ardhur, pra kemi të bëjmë me atë që Izraeli ka bërë prej fillimit, pra Izraeli ka financuar, sponsorizuar, ngritur të gjitha organizatat terroriste në lidhjen e mesme. Edhe ISISin e financonte, e mbrante, e ekspononte dhe e biles hapi edhe kampe fushore mjekësore për të mjekuar terroristët e ISISit që vriteshin, që plagoshin nga ushtria e Asadit. Dhe tashmë po financon ISISin në Gaza për të luftuar Hamasin. Çfarë do të thotë? Është një tentativë e fundit dëshpëruese nga ana e Netanyahu për të mbuluar dy gjëra. E para, sepse deri më sot ka disa muaj që thotë që ushqimet në Gaza po i vjedh Hamasi, ndërkohë që shefja e organizatës humanitare për Gazën, që është gruaja e senatorit McCain, pra e veja i senatorit McCain, doli dhe bëri publikisht një deklaratë që në asnjë moment nuk është identifikuar dhe verifikuar asnjë deklaratë e Netanyahut. Nuk i kanë vjedhur ndihmat humanitare në Gaza, Hamasi nuk i ka marrë asnjëherë skandal, po janë organizata, janë grupe të tjera të armatosura, të cilat financohen, ajo ka thënë tekstualisht, të cilat armatosen nga ushtria izraelite dhe lejohet të funksionojnë në zona të kontrolluara nga ushtria izraelite. Dhe tashmë për të mbuluar këto grupe, që cilat i dolen haptazi, dhe tashmë këto grupe i nxorri edhe publikisht, që janë këto grupe dhe tashmë po i shet si këto grupe po vendosin në rendin dhe ligjin. Kanë dalë kundër Hamasit. Absolutisht kundër Hamasit, sepse ta kanë qenë njerëz që Hamasi ka pasur në përburgje përveç veprave të tjera që që i përmendi zoti Bilali, kryetari i këtij grupi ka qenë për bashkëpunëtor me ISIS, pra ka qenë njëri i ISISit, eksponenti i ISISit në Gaza. Prandaj, nuk do të ngresë 200-300 veta që kanë këta, nuk e zhbën dot. 200-300 veta bëhet fjalë. Pa, 200-300 veta ja për qef të Izraelit, po i themi edhe 500 për qef tyre zionistëve terroristë. Pra, nuk e zhbëjnë dot. As aureoli nuk e shbëjnë dot Hamasin dhe as fuqinë dhe vërtetarinë e Hamasit në Gaza. Këta do të shuhen, pra tashmë i ka përdorur dhe po i përdor për nevoja të veta politike të brendshme Netanyahu. Çfarë problemesh ka brenda Netanyahu? Absolutisht ka probleme të brendshme, sepse Netanyahu ka probleme të brendshme. Para nuk ka arritur asnjë objektiv në Gaza dhe tashmë siç ka filluar prej vitit 2020 tashmë vritet 100 palestinezë në ditë në Gaza, pra 100 palestinezë në ditë vret Izraeli në Gaza. Qytetarë të pafajshëm, gra, fëmijë, pleq, të pambrojtur.
është duke vrarë, dhe gjithë kjo ka nisur një presion i madh. Dhe presioni më i madh është dje në Këshillin e Sigurimit, u mblodh Këshilli i Sigurimit dhe bëri një rezolut për anëpushim në Gaza, për të detyruar Izraelin për anëpushim. I vetmi vend i cili votoi kundër kësaj rezolute ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Jo dje, ka disa ditë. Po disa ditë, para 2 ditësh. Para 2 ditësh. Dhe kjo veprimtari, pra u detyrua Këshilli i Sigurimit dhe nesër Këshilli i Sigurimit mund të mblidhet dhe në këtë presion është edhe Amerika, dhe Amerika nesër mund të votojë për këtë anëpushim të detyrueshëm, dhe kur të bëhet ky anëpushim i detyrueshëm në rast se Izraeli nuk e zbaton, atëherë automatikisht pas kësaj vijnë sanksionet. Për këtë arsye i duhet sa më shpejt të arrijë disa objektiva, pra të gjejë 2-3 me këtë lidhet kjo. Absolutisht me këtë. Pra do t'i bëj ballë të arrijë ndonjë objektiv në mënyrë që të mbajë pushtetin, sepse tashmë në Kneset të gjitha partitë e ekstremit të majt, që janë partitë ekstremiste fetare në Izrael kanë deklaruar që po bëjnë firmat për të kërkuar zhbërjen e qeverisë Netanyahu dhe për të kërkuar një vot besim për Netanyahun. Dhe janë të gjitha këto partitë të cilat kanë refuzuar të çojnë bëhet tha për partitë hasedite, pra këta që nuk pranojnë të shkojnë në shërbimin ushtarak. E qartë. Që janë që futet ortodoks, pra